Shikues të Vizion Plus, përshëndetje, do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti ka qenë i kthjellët në të gjithë territorin, duke nisur prej orëve të para të ditës deri në orët e mesditës. Më pas orëve të mesditës, kemi patur mot të kthjellut me shtim vranësirash gradual mesatar deri të dendur, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga Verilindja dhe jug-perëndimi me shpejtësi 6 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ballë. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 1 deri 18 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 3 deri 22 gradë dhe në Bregdet nga 6 deri 22 gradë Celsius. Ditën e diel vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet jetë me vranësira mesatare dhe të dendura si dhe alternime të erpashershme me diell, kryesisht në veri të vendit. Rreshtet e shiut do të bëhen prezente prej orëve të mesditës në zonën e qendrës dhe jugut me intensitet të ulët. Në orët e vona të mbrëmjes në zonën e jugut do të kemi dështrëngata afat shkurtër dhe të izoluar, ndërsa era do të frymë drejtim nga jug-perëndimi dhe juglindja me shpejtësi 7 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 2 ballë. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 3 deri 16 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 6 deri 17 gradë dhe në Bregdet nga 9 deri 16 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet jetë me kthjellime dhe alternime vranësirash, të cilat në pjesën perëndimore të tij do të jenë deri të dendura, shoqëruar me rreshtje shiu me intensitet të ulët. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa jugore e Europës parashikohet këtë mot të paqëndrueshëm, të vranët me rreshtje shiu me intensitet të ulët. Ndryshe paraqiten situata në pjesën tjetër më të madhe të Europës, ku moti parashikohet jetë i kthjellët me vranësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, falenderoj për vëmendjen, bashkë në takofshëm.